Nëse keni këto shenja, duhet të bëni kujdes, zemra juaj nuk është mirë. Studimet tregojnë se vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbasin jetën çdo vit 610.000 njerëz për shkak të problemeve me zemrën. Në këtë video ne do të flasim për disa shenja të cilat lidhen drejt për së drejti me zemrën. Në përgjithësi, meshkujt ndjejnë dhimbje në krahun e majt, ndërsa femrat tek të dy. Disa gra shprehen se përpara atakut kanë ndjerë një dhimbje të tmerrshme edhe në bërryl. Përpostë të tjerave, kolla është e lidhur edhe me sëmundjet kardiovaskulare. Mundet po ashtu të keni probleme me frymëmarrjen, si kollitje me gjak, ëndje këmbësh, kyçesh, gjunjësh, përzierje dhe mungesë oreksi, stres dhe ankth i vazhdueshëm, acarim lëkure ose mund të keni dhe shenja të papritura në lëkurën tuaj, të cilat me të vërtetë nuk duhet të injorohen pasi paralajmërojnë shumë për shëndetin.